Askush nuk e kuptonte pse Ruth Hana, një 91 vjeçare e respektuar, do të hidhej pa hezitim nëpër kazanet e plekrave për të nxjerrë kanaqe të vjetra, vetëm për të shkulur kapakët e tyre metalik dhe për të hedhur pjesën tjetër. Për vite me radhë ajo u përball me shikime gjykuese, thashë theme dhe përbuzje nga ata që i shihnin si një grua të moshuar të hutuar. Por pas këtij veprimi të çuditshëm, fshihej një sekret aq prekës, saqë kur e vërteta doli në dritë, ajo shkundi zemrat e të gjithë komunitetit. Si mundi kjo grua e vetmuar, e rritur në jetimore, të ndryshonte fatin e mikra fëmijëve vetëm me copëza të vogla metalike? Përgatituni të mësoni për engjëllin mbrojtës, që gjeti qëllimin e jetës në atë që të tjerët e konsideronin thjesht pleh. Askush nuk e dinte se çfarë po bënte Ruth Hana, kur hidhej në një kazan plekrash dhe nxirrte kanoçe vetëm për të hequr kapakun dhe për ta hedhur kanoçen përsëri brenda. Ajo ishte 91 vjeçe, ishte e çuditshme, për të mos thënë më shumë. Pak e dinin këta njerëz se koleksioni i kapakëve të Ruthit do të ndihmonte shumë jetë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like, siguroni që të jeni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni zilën e njoftimeve, në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur Ruthi gërmonte në përplegra dhe hidhej në kazana, pa e menduar dy herë, kalimtarët ishin të hutuar për qëllimet e saj. Ruthi nuk ishte e pastre dhe njerëzit në qytet e dinin se kush ishte ajo. Megjithatë, askush nuk ndaloi për ta pyetur gruan e moshuar se çfarë po bënte. Ata do ta mësonin shpejt. Ruthi ishte 91 vjeçe dhe nuk kishte problem që njerëzit ta shikonin dhe ta gjykonin. Ajo kishte qenë vetëm me pjesën më të madhe të jetës së saj dhe ishte mësuar me shikimet e njerëzve. Megjithatë, ajo ishte e çuditërisht falendëruese për vitet e saj të vetmuara gjatë rritjes. Ruthi nuk do të ishte personi që hidhej në kazanat e plekrave dhe për një arsye të mirë. Çdo ditë, Ruthi e bëri misionin të saj të shoshiste sa më shumë beturina që mundej. Shpresa e saj ishte të gjente kanoçe, supa, soda ose ushqimet e tjera që kishin një kapak metalik. Askush nuk e dinte pse gruaja e moshuar ishte aq e fokusuar në gjetjen e kapakëve dhe Ruthi nuk i argëtoi ata me pse, pasi askush nuk e pyeti. Kjo nuk ishte një zhvillim i ri. Njerëzit e qytetit e kishin parë Ruthin për vite me radhë ndërsa hidhej në kazanat e plekrave dhe kërkonte nëpër mbeturinat e njerëzve. Ata ishin të hutuar dhe disa madje ishin të neveritur. Ruthit nuk i interesonte gjykimi i tyre, sepse ajo e dinte se çfarë po bënte dhe pse po e bënte. Kapakët ishin të rëndësishëm. Edhe pse Ruthi e dinte se ajo që po bënte ishte e rëndësishme, të shpërblej në fund, kjo nuk i ndaloi njerëzit të hidhnin vështrime ose miratuese. Disa madje shkuan deri aty sa i thanë, je shumë e vjetër për të bërë gjëra të tilla. Komente të tilla e bënin Ruthin të tumë të kokën, vetëm sepse ishte e vjetër, nuk do të thoshte se duhej të rinte ulur gjithë ditën duke mos bërë asgjë. Përfundimisht, Ruthi u largua nga shtëpia e saj dhe shkoi në një shtëpi pensionistësh. Objekti ishte i bukur dhe stafi ishte mirë kuptues, kur Ruthi solli koleksionin e saj të madh të kapakëve. Ajo ishte mirë njohëse që ata e lejuan koleksionin e saj, pasi ishte kundër rregullave të kishe kaq shumë rrëmuj në një dhomë. Ndërsa shtëpia e pensionistëve ishte komode, Ruthit i mungonte mundësia për të dalë jashtë. Asaj i mungonte liria. Vetëm sepse ishte e kufizuar në ambientet e shtëpisë, nuk do të thoshte se do të hiqte dorë nga misioni i saj. Çdo ditë Ruthi kontrollonte të gjitha mbeturinat, duke mbledhur gjithnjë më shumë kapak. Në fund të çdo dite, Ruthi uli në dhomën e saj dhe numëronte të gjithë kapakët që kishte mbledhur përpara se t'i shtonte në kutit, kanaqet dhe kontejnerët e tjerë mbajtës që kishte mbushur dhomën e saj. Ashtu si banorët e qytetit, njerëzit në shtëpinë e pensionistëve ishin të hutuar sepse Ruthi ishte aq e fascinuar me mbledhjen e kapakëve. Ruthi ishte e etur të arrinte 1 milion kapak. Kur më në fund gjeti kapakun e fundit për ta shtuar në koleksionin e saj, të gjithë në shtëpinë e pensionistëve u mblodhën për të dëshmuar suksesin e saj. Edhe ndërsa e mbështesnin, shikuesit ishin më shumë se të etur për të mësuar se për çfarë ishte gjithë kjo. Prap, Ruthi nuk i tregoi askujt se për çfarë ishte koleksioni i madh ose pse kaloi gjithë atë mundim për të gjetur kapakët. Kishin kaluar vite dhe ajo nuk do të mburrej për këtë. Por pas gjithë gjykimit dhe shikimeve të këqija, Ruthi më në fund e përfundoi misionin e saj dhe ishte gati t'i dorëzonte kapakët. Gjithçka që bëri Ruthi ishte të buzëqeshte para koleksionit të saj. Pastaj ajo u kthye në dhomën e saj, veshi kapucet dhe kapi një xhaketë.
Më pas ajo pyeti stafin në shtëpinë e pensionistëve nëse do ta ndihmonin të ngarkonte të gjitha kutitë e 1 milion kapakëve të saj në furgonin e shtëpisë. Stafi ishte i jetur për të ndihmuar Ruthin, qoftë edhe vetëm për faktin se rëmuja do të largohej përfundimisht. Por ata ishin ende kurioz se pse, pas gjithë kësaj kohe, Ruthi donte të ishte qafe kapakët. Dukej sikur copëzat e metalit ishin të rëndësishme për zonjën. Pse do të hiqte dorë prej tyre? Sapo të gjitha kapakët ishin në furgon, Ruthi i dha shoferit një copë të vogël letre. Ajo kishte një adresë të shkruar mbi të, dhe së shpejti misioni i vërtet i Ruthit me koleksionin e saj do të përfundonte. Së bashku me 2 anëtarë të stafit, shoferi u nis drejt adresës, duke u pyetur se çfarë do të ndodhte kur të arrinin atje. Shoferi i autobusit u ndal përpara një ndërtese të madhe. Të gjithë ishin të hutuar se pse ishin atje. E po, të gjithë përveç Ruthit. Ajo kishte lënë një takim dhe e dinte se po e prisnin. Atëherë dolin kadera e përpara me një burr i veshur me kostum, duke shkuar drejt e të furgonit dhe duke pyetur nëse ajo ishte Ruthi. Zotëria mori dorën e Ruthit dhe tha: "Zonja Hana, sa mirë që më në fund po takohemi." Ai u emocionua shumë kur pa numrin e madh të kapakëve që Ruthi kishte sjell. Ruthi po dhuronte të gjithë koleksionin e saj të kapakëve për organizatën jo fitimtruese Ronald McDonald. Pyetja megjithatë ishte pse. Siç doli, kjo nuk ishte hera e parë që Ruthi e merrte përsipër të ndihmonte ata në nevojë. Ajo shpesh dhuronte për bamirësi dhe ndihmonte aty ku mundej. Ronald McDonald's Oz, megjithatë, mbante një vend të veçantë në zemrën e saj. Ajo ndihmonte në lehtësimin e programeve për familjet me fëmijë në nevojë, përkatësisht ata me sëmundje. Ajo e mbante organizatën afër zemrës për shkak të fëmijërisë së saj. Ruthi u rit jetime dhe kur nuk e njohu ngushëllimin e të pasurit, dikë pranë kur ishte e vetmuar, e friksuar ose e sëmurë. Ruthi donte të sigurohej që asnjë fëmijë të mos ndjej kurrë ashtu, kështu që ajo filloi të mblidhte kapak për të ndihmuar organizatën jo fitimtruese. Ruthi në fakt i kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj të rritur, duke ndihmuar fëmijët, gjë që u bë e qartë kur ajo dhe stafi u kthyen në shtëpinë e pensionistëve. Atje Ruthi tregoi stafit certifikatet e saj të ndryshme dhe letrat falënderuese ndër vite. Ajo kishte bërë kaq shumë donacione për bamirësi sa që qyteti madje shpalli një ditë të Ruth Hanas 12 herë të ndara. Ruthi nuk e bënte për njohje, ajo thjesht donte të sigurohej që fëmijët ishin sa më rehat të ishte e mundur. Kështu, Ruthi fsheu letrat në një kuti në krevatin e saj. Ajo nuk ishte nga ato që mbureshin. Të jepje prapa ishte gjithçka që Ruthi donte të bënte. Pavarësisht nëse njerëzit e njohën punën e saj apo jo, kjo ende ngre pyetjen: pse ajo e mori përsipër të mblidhte 1 milion kapak? Për çfarë mund të përdoreshin ata për të ndihmuar fëmijët? E po, Ronald McDonald's në fakt i mbledh kapakët vet. Kapakët e aluminit nuk vlen shumë, por kur mblidhni gjithçka që Ruthi solli, ato mund të barazohen me një shumë të konsiderueshme. Ronald McDonald mbledh kapakët e aluminit dhe më pas i çon në një fabrikë lokale riciklimi. Atje ata i shkëmbejnë kapakët për para, që nga viti 2022, programi i kapakëve ka gjeneruar më shumë se $1 milion. Paratë shkojnë për shpenzimet e objektit, programet e mbështetësve dhe për të ndihmuar sponsorimin e programeve. Pasi të jetë mbledhur mjaftueshëm, bamirësia i çon ata për të peshuar, për të përcaktuar vlerën e tyre. Pastaj fabrika e riciklimit shkruan dhe pret një çek aty për aty. Organizata jo fitimtruese është e njohur. Kur u pyet për Ronald McDonald, një nga banorët e tjerë të shtëpisë së pensionistëve të Ruthit foli shumë mirë për të, duke thënë: ata operojnë plotësisht me vullnetar dhe donacione, dhe kur shikon se çfarë bën Ronald McDonald, kjo do të bën të shikosh për te vetes për të ndihmuar dikë tjetër. Banori më pas foli për Ruthin dhe misionin e saj duke thënë: kjo po i jep asaj diçka për të bërë. Ajo ndihet sikur po kontribuon dhe është e rëndësishme për një person të moshuar të ketë një qëllim në jetë, një arsye. Është e rëndësishme ndërsa plakeni të shikoni për te vetes. Pas zbulimit se Ruthi po mblidhte kapakët për bamirësi, e gjithë shtëpia e pensionistëve vendosi të bashkojë me kauzën e saj. Përfundimisht, e gjithë shtëpia filloi të mblidhte kapak. Një antar i stafit tha: unë jam disi i habitur se si këta kapak janë shtuar kaq shumë. Kjo ka dalë në komunitet dhe jam thjesht i kënaqur që Ruthi është përfshirë në këtë. I ka dhënë asaj diçka për të bërë dhe e ka bërë të ndihet e dobishme.
Duke folur për një stacion lajmesh në Milwaukee, Ruthi bëri shaka për ditët e saj të shlytjes në kazanat e plehrave dhe pse e gjen kaq të rëndësishme të ndihmoj komunitetin. Ajo tha: "E di, kur shkova në Miller Park, është vërtet qesharake. Ndonjëherë gati sa nuk bia brenda atyre kazanave." Megjithatë, Ruthi gjithmonë e dinte se kishte vlerë të jashtëzakonshme në atë që po e bënte. Edhe pas durimit të koleksionit të saj për Ronald McDonald's House, Ruthi nuk u ndal. Pas dorëzimit të kutive plot me kapak, ajo ishte kthyer përsëri duke u hedhur nëpër kazanat e plehrave dhe duke kërkuar kapak sa herë që kishte mundësi. Ajo është një shembull i mahniqëm i të bërit diçka kaq të thjeshtë për të ndihmuar fëmijët në nevojë. Ruthi vazhdoi në intervistë, duke shpjeguar se si ishte të rriteshe në një jetimore pa një familje. Kjo ishte një nga arsyet pse ajo ishte kaq e apasionuar pas punës së saj të bamirësisë. Ajo tha: "Krishtlindjet vinin dhe unë qaja që nuk kisha askënd me të cilin të festoja. Ditëlindja ime vinte dhe kalonte. E njëjta gjë. Nuk është ajo që merrni, është ajo që jepni që ka rëndësi." Edhe pse Ruthi u rit duke mos ditur kurse si është të kesh një familje, ajo që atëherë ka kryer të sajën, meqense ajo ka bërë kaq shumë donacione, njerëzit që përfituan donin të takonin engjëllin e tyre mbrojtës. Sipas Ruthit, nënat janë thjesht të mbi ngarkuara, ato janë disi familje ime. Me qëndrimin e fokusuar të Ruthit dhe tani ndihmën e banorëve të tjerë të shtëpisë së pensionistëve, ajo ishte në gjendje të mblidhte gjithnjë më shumë kapak. Kjo ndihmë e lejoi Ruthin të bënte donacione më të shpeshta për Ronald McDonald House. Nuk ka nevojë të thuhet, askush nuk do t'i hidhte më një vështrim të çuditshëm Ruthit kur ajo hidhej në një kazan plekhrash për të kërkuar kanoqe. A mendoni se gjestet e vogla si këto të bëra me qëllim të pastra ka një fuqi më të madhe nga sa ne imagjinojmë në ndryshimin e botës? Na tregoni mendimin tuaj në komente më poshtë.